Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish me rrëfimin me historinë e radhës, ku sot pranë jush në vëmendje do të sjell letrën e një nënës. Një nënë e cila sot jeton e vetme, Zoti I dha vetëm një vajzë, ajo u nda nga bashkëshorti I saj vite më herët, por vajza sot as nuk kujdeset dhe as nuk I intereson për nënën e saj, sepse është rritur në varfëri. Mirëdita Tiranë. Fillimisht njëherë të uroj që të jesh mirë, edhe uroj që Zoti të të dhuroj shëndet. Faleminderit shumë. Këto janë nënat shqiptare. Sot dua të ndaj një letër të dhimbshme me ty. Në disa pika dua të tregoj historinë time. Dua të tregoj vuajtjet e mia që dikur I tregoja me shumë krenari, por sot I tregoj me zemër të thyer. Jam jashtëzakonisht e mërzitur dhe e trishtuar në formën se si më erdhi jeta ime, në formën se si unë u gjenda edhe në formën se si po e vazhdoj. U ndava nga buri kur isha 44 vjeç. Arsyeja pse u ndava ishte alkooli dhe dhuna e madhe që më jepte im shoq. Më trajtonte sikur të isha skllave. Më maltretonte dhe në shumicën e rasteve më bënte që të urej edhe veten. Edhe sot më kanë mbetur traumat e boksave, të grushtave, të trishtimit që ai burr ushtronte mbi meje. Ma ka shkatruar jetën. Në ato vite ishte shumë e vështirë që të vendosësh të ndahesh. Por baba im ishte më shumë se kur dakord që unë të largohesha nga ajo shtëpi. U largova dhe u ktheva tek baba im. 2 vitet e para ishin të mrekullueshme. Më pas, nusja e vllaut filloi që të shprehte pakënaqësi. Filloi që të shprehte urrejtje kundërdrejt meje. Nuk më donte mua, nuk ma deshte vajzën time, dhe unë që të mos të prishet shtëpia e vllaut, nga që I dëgjoja natën duke u grindur për mua, duke u grindur për vajzën time, se sa hëngri vajza ime, se sa piu vajza ime, se çdo gjë që duhet ta blejnë edhe për vajzën time, unë vendosa që të largohem nga vllau duke dalur në ato vite të vështira, të jetoja me qera. Në fakt ishte e tmerrshme, por duheshte që ta bëj. Edhe e bëra. Punoja në një furrë të bukës. Me aq sa kisha mundësi, mundesha të siguroja një rrogë. Mua ishte shumë I vështirë. E ndaja nga vetja ime, e ndaja nga përditshmëria ime. E hiqja bukën nga goja. Tensionohesha pafund pse nuk mundesha të siguroj një të ardhme, por nuk kisha se çfarë të bëj. Edhe kështu, vazhdonte jeta ime me halle, me shpresën se një ditë gjërat do të ndryshonin pas rritjes të vajzës. Me borxhe e çova në shkollë të mesme. Me sakrifica, duke shitur edhe Flori, duke shitur edhe nga gjaku im. Vetëm që të arrisja vajzën me të gjitha të mirat. Në sy të shoqeve, mos t'i mungonte asnjë gjë. Hyra në përkredi që vajza të mbaronte studimet, se nuk dëshiroja të mbeteshte mbrapa shoqeve. Por fatkeqësisht, e them me zemër të thyer, çfarë mora unë nga kjo gjë? Unë nga kjo gjë mora vetëm ofendime, mora vetëm pështyerje, edhe më në fund I me bi u dashurua me një djalë, u zhduk me atë djalë, dhe ka 5 vite që nuk e di ku është. Më tha që gjasme do të shkonte në Gjermani. Mua më la me kreditet deri në fyt. Edhe sot që jetoj e vetme,
me një pension të vogël që më ka dalë, unë laj akoma kredite. Mendova që gjeti njeriu në jetës që në një farë forme të ma shpërblente mundin edhe mua. Mendova që me atë njeri do të ishte e bekuar, do të më gëzonte me nipër, me mbesa, me dashuri. Por jo, nuk ndodhi. Ajo u zhduk. Nipërit e mi, djemtë të vëllezërve, filluan që ta kërkojnë dhe i ranë në kontakt. Ishte vërtet në Gjermani, por më e dhimbshmja ishte që bia ime më mohoi mua. Ajo tha që unë nuk kam nën dhe nuk e njoh se kush është nëna ime. Dhe prej asaj dite, trishtimi im po rritet sikur një fëmijë brenda vetes time. Nuk e di se ku gabova. Të tjerët më thonë që zhduke nga jeta e mos e përmend. Por e Vladi është e Vlad, nuk harohet. E kam pikë në zemër, e kam dritë në shpirt. Sa e dhimbshme më duket kjo jetë pa vajzën time. Unë përsëri e dua shumë, përsëri më mungon tepër. Dhe çdo ditë dal në dritare, i drejtoj duart nga Zoti i Madh dhe i lutem që të më jep dashuri e të më jep paqe, që vetëm ta takoj ti me bi. Ishte shumë e tmerrshme të mohoj fëmia jot. Nuk e kuptoj se çfarë e shtyn për të më mohuar mua. Ndoshta nga fakti që unë nuk jam një nën e pasur. Ndoshta nga fakti që unë nuk jam një nën me pasuri si çdo vajza ime. Por unë aq sa kam mundur i kam dhënë. Unë nuk bëra ndonjë turp që të dilja nga vetja për të siguruar para për fëmijët. Doja që parat t'i siguroj në mënyrë të ndershme, vetëm që i me bi nesër të ndjej krenare me mua, që më ka patur nën. Sot jam e vetme, jam e sëmur me të gjitha sëmundjet e botës. Kam frikën se do t'i mbyll syt pa e takuar ti me bi. Çfarë do që gabimi ka bërë, unë do t'ja fal. Do t'ja fal edhe që më ka mohuar. Vetëm dua një herë ta shoh. Dhe t'i them me plot gojë. Pa marrë parasysh që do të më heqësh nga jeta, mami të dua. Ti je vajza ime dhe do të mbetesh vajza ime për gjithmonë. Ktheu në familjen që të bëri kokën.